Situata të jetë e vështirë që po kalon vendi këto ditë si pasojë e motit të keq nuk është një muzikë e padëgjuar për Shqipërinë. Përmbytjet, dalja lumejve nga shtrati dhe dëmet e konsiderueshme në toka bujqësore, shtëpi banimi, biznese private, ekonomi dhe infrastrukturë, duket se ndjekin të njëjtin refren prej dekadash. Historia po përsëritet madje deri në detaj, plot 41 vite më parë, pikërisht më 7 janarin e vitit 1985, një mot i ngjashëm polar gjunjësoi vendin ton nga jugu në veri. Në atë kohë dëmet ishin tragjike, jo vetëm në shtëpi banimi, fshatra të tërë në ujë, toka bujqësore e blegtori, rrjeti energjetik dhe telefonik i shkatruar, por edhe me dhjetra jetë njerëzish të humbura nga orteqet dhe ngricat. Aq alarmante ishte situata, saqë Enver Hoxha, ndonse në gjendje të rëndë shëndetësore, thuhet se ndiqte personalisht situatën çdo ditë dhe dërgoi me urgjencë në zonat më të goditura disa nga ministrat dhe gati gjysmën e anëtarëve të byros politike të Komitetit Qendror, si Besnik Bekteshi, Hekurani Saj, Prokop Mura, Pali Miska, Mua Aslani, Simon Stefani e të tjerë. Dokumentet arkivore dëshmojnë për një mobilizim të jashtëzakonshëm, ku nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe degëve të saj në përrethe, raportoi me 2 deri në 3 komunikata operative në ditë, mbi gjendjen në të gjitha rrethet e vendit. Ndërsa natyra ndjek ritualin e saj shembullor, koha për qeverisjen tonë duket se ka mbetur në vend, thuhet në raport. Dokumentet arkivore me siglën sekret të nxjerra nga arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme dëshmojnë se pikat nevralgjike të vitit 1985 janë po ato që lëngojnë edhe sot. Veriu dhe lindja, bllokimi rrugës së Vermoshit dhe rretheve Mirdit, Puk, Kukës, Has, Tropoje, Peshkopi, zona e Lezhës dhe Kurbinit, Tale, Gjorm, Adriatik, argjinatura e lumit Doj dhe fusha e Thumanës, Shqipëria e Mesme dhe Jugut, kthesa e Murashit, Malësia e Gjinarit dhe zonat përreth lumenjve, Devol, Shkumbin, Osum, Vjose, Seman e hidrovorëve të tyre. Nga juglindja në jug perëndim, nga Korça e Erseka deri te lumi Drino në Gjirokastër apo Basha i Matogjin në Vlorë. Në këtë hartë të vjetër dhe të re të përmbytjeve, vetëm një qytet bënte përjashtim në janarin e vitit 1985, sipas komunikatave të Ministrisë së Brendshme. Durrësi nuk ka asnjë problem. Sipas informacioneve të marra nga degët e punëve të brendshme, më 7 janar 1985, si rezultat i motit të keq, me rreshjet e shiut të dëborës, ka patur disa dëmtime, siç janë përmbytjet e shtëpive dhe të tokave, bllokimeve të rrugëve automobilistike e të tjerë, të cilat në bazrrethi i përmendim duke u ndalur konkretisht te Vlora. Vlora raporton se në fshatin Basha i Smoktin ka pasur rrëshitje toke dhe janë rrëzuar 2 shtëpi, ndërsa 6 të tjera ka rrezik të shemben më vonë. Janë marrë masat për strehimin e banorëve të tyre tek shtëpitë e fshatarëve. Në fshatin Qeparo thonë se ka dëmtime në agrume, por shifra eksakt nuk dihet. Niveli Vjosës është rritur në 4.87, kundrejt kritikut prej 5.5 metër. Raport, informacioni sekret i Ministrisë së Brendshme i datës 9 janar 1985, mbi situatën të jetë problematike që mbizotronte në të gjithë vendin nga moti i keq. Koha e keqe ka vazhduar me rreshje të shumta në të gjithë vendin. Si rezultat i kohës së keqe janë bllokuar rrugët për në Tropoj dhe Kukës, kurse autobusët e linjës së Peshkopis kanë mbetur në Shupenzë dhe Melaj. Njerëzit janë shpërndarë në përfshatra për të kaluar natën. Janë dëmtuar dhe nuk punojnë rrugët përmet Leskovik dhe Vlorë Selenic. Ka patur përmbytje në zonën e Vlorës dhe të Fierit. Në Fier janë përmbytur 7.374 hektar tokë, prej të cilave 2.988 hektar me grur, 2.431 hektar me foragjere, 1.915 hektar e papunuar, 10 hektar perime dhe 30 hektar me bath. Në Vlorë janë përmbytur 30 hektar tokë me grur, 23 hektar foragjere, 20 hektar fidanishte e të tjerë. Janë dëmtuar shtëpi, stalla, bakti e të tjerë. Në Bishan të Vlorës, rrezikuar 1 shtëpi, në Risili 2 shtëpi. Në Fierz një ortek dëbore zuri 10 vet, ku gjeti vdekje 1 person, kurse në Puk nga orteku i dëborës vdiqën 5 vet. Në Fier e Vlorë u ngritën edhe shtabet për të marrë masat e nevojshme për gjendjen e krijuar.